Unë fatkeqësisht mund të me thonë që kabineti qeveritar përbëhet prej një numër shumë të madh ministrave. Edhe kam shumë të vështirë me besu që prej atyre ministrave ka prej tyne që i kanë interesin e Kosovës në zemër. E kam shumë të vështirë me besu. Por nëse ekziston vetëm një ministri, edhe një ministër, te i cili besoj se për një me mundet me bë diçka të mirë për Kosovën, edhe me imbrojt vlerat e luftës, menoj që jetë e anden. E di që e ki të vështirë me funksionu, nuk e ki as pak të letë, sepse je i rrethum me Donika Gërvallën, person i cili ka deklaru publikisht që po i shfrytëzon krejt mundësit për me deponu kundër UÇK-s në Hagë. Je i rrethum me Hekuran Muratin. Lenë në përgjegjësinë tonë, kryetare, lenë në përgjegjësinë tonë. Po s'mujnë prezencë teme me jep deklarata, cito, nxirre një citat sakt që e ka thonë, atëherë përndryshe kështu me përgjithësu, është vështirë me reagu ti e ki drejten e fjales edhe ki vazhdo. E vërtet, e kam drejten kështu që ma leja. Po vetëm pak kujdes për institucionet e individuale. Janë të faktume se cila çka jam të thonë, mund e me ja u shpërndo edhe linqet, edhe postimet që i kam bo dhe çdo gjë tjetër. E di që ministri e ka shumë të vështirë se gjithashtu është i rrethum me Hekuran Muratin, që ka deklaru publikisht që lufta në Kosovë kish me i dalë bugjetit Kosovës shumë ma lirë nëse kish pagu mercenar, se pagat për veterane invalid po i kushtojnë shumë shtetin. Edhe kjo deklarat e nxjerrur nga konteksti ja jep tjetër konotacion. Lutem kryetare, më lejo me përfundu. Nuk më edhe me para, ju po nuk i kena prezent këtu ministrat, njerëz për cilët pi apostrofon, tash më mbrojt veten. Edhe para opinionit publik. Janë çështje të cilat jam tu ndërlidh me konteksti. Një fjali e nxjerrur nga një deklarat më e gjerë e merr një krit kuptim tjetër. Po le të merr kuptim tjetër. Se po e di që ministri e ka shumë të vështirë, edhe nuk e ka as pak të lehtë, sepse është i rrethuar me Dimal Bashën, bashkautor i një punimit i cili shpif për UÇK-n. E di që nuk e ka shumë të lehtë me punun këtë drejtim se është i rrethuar me Mimoza Kusari Lilen. Deputete, nëse vazhdoni këtë drejtim, atëre ju lutem për kësë po s'muj me leju brenda temes, fol për ekspozite nëse vesh i arë për ato. Tu kisha lut, ty kryetare, nuk je as gjyqtare, as prokurore, pushtetet jonë të ndame, me apostrofu, ministre për minister. Nyra është shumë e pa drejt, edhe nuk jenë rregull. Ndërpreje me apostrofimin e ministrave me rend, mere fjallën drejtojë ministrit prezent. Nëse do prit kabinetin qeveritar me ta qitë për balë, shkon se cilin komision për jonë prezent ministrat, drejtojë. Jo kështu, nuk po korekt nga ana jote. Nuk po korekt. A e ke përfundu? A e ke përfundu? A do të mund të gjua dhe 3 minuta të tjerë me arsyet e njëjta? Me emrat e ministrave që nuk jonë prezent dhe nuk kanë mundësime të kundërpërgjigj ty. Të lutem, respektoje fjallën tem, deri në fund, janë çështje të cilat jam tu ndërlidh. Do ne më një histori ashtu me të përmend shumë çështje. Mos i ajo çka sjon një histori mund është me ikur dush. Te një histori mund është me ikur dush edhe me krenarin më të madhe flas për të kaluarën. Shumë çka mundemi ne folë. Po na nuk kuptoj. Ata përfundoj. Qetësoho, nuk i nevojë me u bë nervoz. Mos mu drejton në mënyrë bullizuese, je vajzë shumë e re. Pak respekt, kjo fjallë nuk o me vend, mu shumë po vjen keq përdorimi fjallës edhe, mbu me mu drejtu që të sohë, për keqarë. Tja jetu e po që nuk jetu nëllë, ti s'po më lejon me vazhdu fjallën. Që të sohë haro këtë fjallë, në terminologi mu me mu drejtu. Për keqarë, vajzë e re, pak respekt. Pse është për keqarë dhe një vajzë e re, prome? Ti mu me ma bu që të sohë, Lutem, mos e përdor këtë terminologi. Unë e di që kështu e vazhdu fjallën, për vazhdoj që aty ku e lash, e di që ministre e ka shumë të vështirë me funksionu edhe me punu se është i rrethum me Mimoza Kusari Lilen, e cila kemi të faktume, jam përgjime, e ka pranu edhe vetë për fjallët e saj,
ku koordinu me Milan Radojqiqin për veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Atë flasim për afera pronto e tim, tash gjën e gatna kur çka ka përgju? Lejo me dol të pyetja, lutna, lejo me dol të pyetja. Kohën e inteligjencës artificiale edhe përgjimeve të montuara, çka u dokumentu? Mos ka ndonjë vepër për dëshmuar penale ose procesi timor që ka dëshmuar. Përgjimet montume janë të vërteta Vërteta sipas teje. Hajde vazhdo. Te ke shpërdor fjalën tash mundesh me fol çka Kryetore, veç pak a man me ndërhyrje kryetore. Kena kandidate për presidente, kështu që moje vetën është na mushet me ne më të votu si dihet. Po, qetësoj. Respektin që na rikujtove gjithë reprezentantë. Që laktoa. Je rrethu me mimozën, e thash edhe një herë, e cila është koordinu për ligjen për pagën minimale për veterantë, për diskriminimin që ua kanë bë atyne. E di që e kitë vështirë se je rrethu edhe me Albulena Haxhiun, e cila i ka thy e u mundu, se me i nënçmu nuk mëndet, po u mundu me i nënçmu në krerë të UÇK-s. E di që e ki vështirë se e ki shef Albin Kurtin, i cili përveç e ka gjujt edhe policinë e Kosovës, me gurë, i ka gjujt e i ka koll institucionet e Kosovës. Në cilin rast i ka të lutna. I cili përveç tyne ka qenë historikisht edhe kundër ambujesë, edhe kundër pavarësisë, edhe kundër ushtisë. Me vërtet është përkeqare prej një deputete, ka që shumë e keq përdor fjalën edhe. Si Shkëlzen Gashi, i cili e tha edhe deputeti Najet, prej 2002-s ka shpif për UÇK-n, po Shkëlzeni nuk është njeri i panjoftën për neve. Ka qenë këshilltar i Albin Kurtit. Edhe pse nuk është më këshilltar, po vazhdon me u përkra edhe me u financu. E ka plot Shkëlzena tjerë për cilët me fol, nashta edhe më ndalën fjallën. Në rrethin edhe në kushtet që ke vendos me punu, minister, cilët e thash nuk e kit lehtë, ti përmende disa hapa konkret që është ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës, po edhe një rregullore. The që edhe ke reagu në Facebook. Unë mendoj që është e papranueshme prej një ministrit me thonë që unë e kom bë reagimin. Mendoj që nuk mjafton me reagu në Facebook. Sot ku është Shkëlzen Gashi? Ku ndodhet Shkëlzen Gashi? Çfarë mose janë ndërmarr për ta? Kush është mbrapa Shkëlzen Gashit? Përderisa janë mashtru edhe kryesia e kuvendit se kanë pas një kërkesë me krejt dhonat, me krejt informacionet, neve na duhet me marr hapa konkret. Edhe unë besoj shumë që ti e ki mundësinë edhe e ki kompetencën me ndërmarr hapa konkret. Sepse unë jam e bindur që nëse na kemi me lanë vesh në reagime të rrjeteve sociale, edhe pa hapa konkret, kemi me vazhdu me pa agenda serbe të implementu në Kosovë e fatkeqësisht prej institucioneve të Kosovës. E thash edhe në fillim, nëse ka një minister në krejt kabinetin qeveritar, ku unë besoj se mundet me imbrojt vlerat e luftës, edhe mundet me bo punë të mirë për Kosovën, je veçte Andin Hoti. Minister, nuk ka tjerë të emrum, vetëm një koment, deputetja mdoket e ka ose kujtesën shkurt ose ka qenë shumë e re, me mbajt me disa prej personave që ki apostrofu në kuvend Kosovës, jo ki hares ose nuk e din. Çfarë rezistencë është bërë këtu, pikrisht nga lëvizjave vendose për mos votimin e gjykatës special. Veç prej disa individëve që ti i apostrofove, ty po ta rikujtoj. Për çfarë rezistencë? Mos haro. Rezistencë me shpifje. Darja e pushteteve. Rezistencë me shpifje për të kaluar e lavdeshme të Kosovës. Që ne sot do të bëhemi edhe gjyqtar edhe prokuror, ajo nuk mundet me ndodh. Edhe deputeti Najt Hasani e ceki mirë çfarë gjyqtar kem pas, edhe të kalum dhe s'kan dhënë përgjegjësi. Për shumë Jam e gatshme edhe tash, videot i kam qëto që ka kanë thonë, edhe tash t'i lëshoj, po nashta thuja kanë montu e zoni është tjetër edhe atëherë, edhe postimet që i kanë bon rrjetet sociale e kanë deklaru, jam e gatshme, mrena një minutit, krejt qëto që ka i kom thonë më t'i dëshmu.
E për çfarë kujtese ti po flet? Për çfarë kujtese ti po flet? Kujdes edhe le të jetë e fundit herë që ti fol për kujtesën tam. E fundit. Këtu që sot ja apostrofove vetëm për gjykatën speciale. Urnani ministër. Po e shoh që të ka penguar, të ka dhimbë shumë, po që ky është realiteti, cilën edhe ti don shumë me ndru.